Studitur qëndrueshmëri edhe të pritave lumore, dhe pas ndërhyrjeve deri pas jashtëm të Bashkisë së Vlorës në thonë mbrojtjen e Mishani nga ana tjetër, edhe këtu kemi disa biznese buzëllumit fatkeqësisht në vite kanë ndërtuar bizneset dhe aktivitetet e tyre buzëllumit, nga ana tjetër patjetër që ne jemi pranë tyre pavarësisht mënyrës se si kanë operuar në vite dhe të krijojmë atë pritur pavarësisht. Ne këtu po krijojmë një prit lumore, duke qenë se kemi arritur në nivelin maksimal. Dhe nga ana tjetër kemi bërë rrugët e evakuimit për 3 fshatra në Novosel dhe një fshat në Fier. Dhe aktualisht edhe praktikisht janë evakuuar, po edhe banorët njëkohësisht kemi bërë grupe me të dyja bashkitë, grupe shëndetësore gjithashtu, sepse kemi persona të moshuar, nëna me fëmijë, në mënyrë që të jetë edhe mbulimi i shërbimit shëndetësor optimal. Është e rëndësishme që të themi që të dyja prefekturat, si e Vlorës ashtu dhe e Fierit, me të gjithë kryetarët e bashkive të angazhuar në këto momente, jo vetëm qytetet e prekura, pra jo vetëm Vlora dhe Fieri, por të gjithë kryetarët e tjerë të bashkive që janë pjesë e këtyre dy qarqeve, janë të angazhuar për ngritjen e të gjitha qendrave të akomodimit për evakuimet. Ne kemi shumë të qartë që banorët, e kemi parë këtë dhe gjatë periudhës tërmetit për thënë drejtën, që banorët zakonisht nuk duan të largohen nga pronat e tyre, por jeta është e rëndësishme në këto momente. Sigurisht ne kemi marrë masat kur dhe Ministri i Bujqësisë për sa i përket të gjithë angazhimit për mbrojtjen dhe shpëtimin edhe të gjysmëgjallë në këto momente. Duhet jeni në dijeni që kryeministri është duke dizenjuar së bashku me Ministrinë e Financave në këto momente një paketë e cila do të garantojë dëmshpërblimin si për pjesën bujqësore ashtu edhe për banesat. Nesër mëngjes në orën 8:30 do të ketë një mbledhje të Komitetit të Emergjencave Ndërqeveritar, ku do të bëhet edhe një adresim nga ana e kryeministrit, jo vetëm për zgjidhjen e situatës dhe për gjithë përballimin e kësaj situate, por edhe për dëmshpërblimet që janë shumë të rëndësishme për të bërë të ditura dhe për të marrë informacion të gjithë familjet apo edhe bizneset e prekura. Keni parasysh që në këtë moment duhet i bëjmë thirrje dhe unë po përfitoj nga rasti, ka kërkoj të gjithë televizioneve dhe gazetarëve që jeni në teren, ju falenderoj shumë që keni qëndruar afër të gjitha skuadrave të shpëtimit në këto momente. Ju lutem bëni thirrje qytetarëve që t'i përgjigjen thirrjeve që bëhet nga ana e emergjencave civile. Nganjëherë është më mirë që të marrim masa edhe më të shpejta se sa vetë situata që mund të agravoj. Kemi shpresë të ketë një rënje të nivelit të vjosës, pasi nuk afektohet vetëm nga rreshtit që ndodhin në territorin tonë, por afektohet edhe nga rreshtit që ndodhin në Prishtinë në këto momente, por ne shpresojmë që në 8 orët e ardhshme jemi në monitorim të gjithë të prurjeve. Ka një informacion që në Melie ku reflekton edhe pjesa më madhe e prurjeve në Novosel. Ka një rënje e cila pritet për disa orë që të reflektojë drejt për së drejti, por kjo gjithsesi nuk ka të thotë që masa për ulën dhe ne kemi gatishmërinë maksimale. Dhe përfitojmë nga rasti dhe banorëve të kërkojmë edhe mirëkuptimin e tyre për të bërë pjesë e operacioneve tona me të gjitha njësitë operacionale të emergjencave dhe strukturave operacionale që janë në terren dhe janë në funksion për në shërbim të komunitetit. Sistemi energjetik ka performuar maksimalisht, për të drejtën pavarësisht kurseve atmosferike shumë të vështira, nuk kemi pasur ndërprerje të gjata, ndërprerjet kanë qenë momentale, qofshin këto nga linjat e transmetimit, pra të operatorit transmetimit, qofshin këto nga linjat e OSHS. Megjithatë, duhet keni parasysh që në 24 orët e ardhshme presim era të fuqishme. Për momentin në disa nga zonat, sidomos në zonën perëndimore, pra atë që ne quajmë pluginas perëndimore dhe në Bregdet, do të arrijë deri në 17 metra për sekond, por parashikohet që në orët vazhdim të arrijë deri në 25 metra për sekond. Vlora do të jetë afektuar, e ka thënë kryetarja edhe në disa dalje të tjera për mediat, kështu që keni parasysh që do të jetë një situatë e shtuar, situata me erën në urtësirën perëndimore. Rreshtit e Borës kanë nisur pra në këto momente ashtu siç ju e dini në zonën veriore, jugindore dhe në pjesët e tjera ku ndoshta nuk ka prezencë bore zakonisht. Megjithatë, temperaturat do të ulen sot, por nesër do të ngrihen sërish. Situata është sfiduese, na duhet që të gjithë të jemi në teren për ta përballuar atë, na duhet bashkëpunimi i qytetarëve, siç u thash për ato zona ku kërkohet evakuimi, do të ketë
vëmendje maksimale, patjetër energjia, ujësillsat janë vënë gjithashtu në një sprovë në këto momente. Po të marrim rastin e Fierit, 4 sistemet e pompimit, zonat e pompimit janë nën ujë, qyteti i Fierit po furnizohet me bote, kjo për sigurinë e qytetarëve, pra për të pasur ujë të pastër, në ndërkohë që vazhdojnë të jenë në monitorim të gjitha ato zonat e veriut që dje kanë pasur situatën si sot po ndeshemi në jug, për të vazhduar dhe për t'i ndjekur, pavarësisht se situata në veri është më e përmirësuar dhe është konstante në këto momente. Akset rrugore për shkak të shkarjeve që ka pas probleme të paktën për ditën e ardhshme. Akset rrugore janë të gjitha të aksesueshme, ato kombëtare, ka dhe akse rrugore rurale, të cilat mund të jenë pak në situatë më të vështirë, megjithatë edhe bashkitë po ndërhyjnë. Ne i bëjmë thirrje dhe faleminderit për pyetjen dhe për gjej rastin këtu që i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve, të cilët janë në këto momente në lëvizje, duhet të përdorur gomat e dimrit dhe duhet të përdorur zinxhirët. Unë di që prefekturat ndryshme kanë dalë dhe kanë bërë thirrje në zonat e veriut, siç është për shembull rasti i rrugës Arbrit apo rrugë të tjera ku bora ka shtruar, është zona e Buqizës që ka edhe borde erë në këto momente. Kryeministri ka bërë thirrje, po e bëj edhe unë këtë thirrje që në rast se nuk është e nevojshme qarkullimi apo dalja nga banesa në këto momente, ju lutem evitojeni. Kjo është një situatë e jashtëzakonshme, e motit do të kalojë shpejt, ndaj na duhet që të bashkëpunojmë të gjithë. Shumë faleminderit gjithë.